Ne do ta nisim me një temë shumë interesante. Mos mallko në emër të Zotit. Ka një kategori njerëzish që e shqiptojnë mallkimin me po atë qetësime të cilën të tjerët shqiptojnë lutjen. Ata nuk u lërin, nuk shajnë, nuk e humbasin tonin, përkundrezi. Fjalët e tyre janë të buta, me atë butësi të reme që kanë helmet kur janë në shishe të bukura. Zoti do ta ndëshkojë, thonë, dhe mendojnë se sa po kanë kryer një akt të shenjtë apo një ndërhyrje morale në botë, sikur ynia pret urdhra prej tyre për të vendosur kush duhet të vuaj dhe kush të shpërblehet. Në fakt, këta njerëz nuk janë të devotshëm, por administrator të mlefit, burokratë të zemërimit, që veshin urrejtjen me petkun e shenjtërisë. Ata bile se përziejnë Zotin me egon e tyre dhe besimin me nevojën për akmarrje dhe ndoshta kjo është forma më moderne e blasfemisë. Të flasësh për Zotin me zemër plot helm dhe ta quash këtë besim. A i dini se çfarë thuhet në Bibël? Nga fryti i tyre do t'i njihni, jo nga fjalët, jo nga lutjet, as nga ritualet, por vetëm nga fryti. Nga ajo që mbjelli në botë dhe çfarë fruti mund të jap një zemër që mallkon, përveç se hidhërim dhe vetëm errësirë. A i dini se çfarë thuhet në Kuran? Ja se çfarë thot Zoti. Se fjalët e mira janë si pemë e bukur dhe e mirë, rrënjët i ka të forta dhe degët i ngrihen drejt qiellit. Pra, edhe fjalët kanë rrënjë dhe kur rrënjët janë në urrejtje, pema është helmatisur, sado të vogël të ketë degët. Ne jetojmë në një kohë ku njerëzit mallkojnë me lehtësi, si të shpërndanin lajme, si të pëlqenin një status, mallkojnë të afërmin, mallkojnë të panjohurin, mallkojnë qeverinë, mallkojnë shtetin. Pastaj falen dhe mendojnë se gjithçka u fshi. Por ama fjalët nuk zhduken. Ato janë siguri që mbije në ujë, valët e tyre prekin brigje që sytë tanë nuk i shohin. Dhe një mallkim është një energji që del nga brenda dhe kthehet tek ai që e lëshon, si një qark që mbyllet mbi veten. Ndoshta për këtë arsye, njerëzit që mallkojnë plaken shpejt, jo në trup, por në shpirt, sepse çdo mallkim është një rrugë e re në ndërgjegje, një shtresë hiri mbi flakën e mirë brenda nesh. Por ata që mallkojnë në emër të Zotit janë më të rrezikshmit, sepse besojnë se kanë të drejtë dhe asgjë nuk është më e frikshme se e keqja që e quan veten moral. Nëse Sokrati do t'i jetonte sot, ndoshta do t'i pyeste me tonin e tij të qetë. A i dini vërtet kush jeni kur thoni se Zoti do ta ndërshkojë? Dhe ndoshta do të dënojë sërish Sokrati, sepse pyetjet e sinqerta e shqetësojnë më shumë turmën se sa blasfemit. E në fund të fundit, është më e lehtë të uresh në emër të Zotit se sa të përballesh me faktin se Zoti nuk urdhëron kur urrejtje. Të mallkosh në emër të Zotit është të harrosh se Zoti s'ka nevojë për zërin tënd për të dëgjuar drejtësinë. Sepse ai, siç thot Kurani, i di edhe fjalët që fshehen në zemër, edhe ato që nuk janë shqiptuar biles. Ndërsa Bibla shton se mëshira ngadhënjen mbi gjykimin. Nëse Zoti e zë vendin e dashurisë, kush jemi ne që e zëvendësojmë me mallkim?
Nëse Zoti i hesht për të na lënë të kuptojmë pse ne flasim për të vrarë me fjalë. Në fund, mallkimi është vetëm një mënyrë e mirë për të mos pranuar pafuqinë, ndërsa heshtja, ajo që vjen nga zemra e pastër, nga besimi që nuk ka nevojë për fjalë, është forca e vërtetë. Zoti nuk qëndron në gjuhën e atij që mallkon, por në shpirtin e atij që fal. Sepse, siç ka shkruar dikur Sokrati, mallkimi është pasqyra, ku e shohim sa pak besojmë në drejtësinë hyjnore dhe sa shumë besojmë në inatin tonë. Mos përdor fjalën si armë. Mos e lejo gjuhën të bëhet stre për zemërimin, sepse çdo mallkim është një plag që kthehet tek ai që e shkakton. Mos e ngatëro besimin me akmarrjen. Zoti nuk është asnjëherë në anën e urrejtjes. Ai nuk ka nevojë për avokat, as për zëra që dënojnë emrin e tij. Besimi i vërtet flet me butësi dhe jo me dënim. Mos gjyko në emër të hyjnores. Askush nuk është aq i pastër sa të vendos kush meriton dëshkim dhe kush të shpërblim. Kush mallkon e vesh egon tënde me rroba të shenjta dhe kjo është forma më e fshehtë e krenarisë. Kujto se çdo fjalë kthehet. Mallkimi është si një gur i hedhur në ujë, valët e tij shkojnë larg, por gjithmonë kthehen tek burimi. Fjalët që nxjerrën nga goja bëhen energji që ushqejn shpirtin, ose e elmojnë atë. Zgjidh mëshirën dhe jo gjykimin. Në Bibël thuhet se mëshira ngadhnjen mbi gjykimin. Fali të tjerët, jo sepse e meritojnë, por sepse ti meriton paqen tënde. Zemra që fal është më e fortë se ajo që ndëshkon. Mos haro se Zoti e njeh të vërtetën përpara se ta thuash. Nuk ka nevojë të kujtosh atij drejtësinë, ai e di kush është i pafajshëm dhe kush gabon. Ti mjaftohu të jesh njeri i mirë, sepse kjo është mënyra më e bukur për ta nderuar Zotin. Mos lejo zemrën të plaket nga mlefi. Inati është një barë e rëndë për shpirtin dhe sa herë që ti mallkon, e ushqen errësirën brenda vetes. Sa herë që fal, e ushqen dritën dhe zgjidh dritën. Kujtoje se heshtja e urtë është më e fortë se fjalët e idhura. Ka raste kur të heshtësh me dinjitet është më shpirtërore se sa të flasësh me zemër të mbushur me vrerë. Zoti flet në heshtje dhe e dëgjon më fort atë që fal se sa atë që mallkon. Mos mallko. Lutu. Në vend të mallkimit, dërgo një lutje për ndriçim dhe për ata që të kanë lënduar. Kështu forcohesh, sepse mirësia nuk është dobësi, është fuqi që vjen nga Zoti. Mbaj mend, i dashur dëgjues, dashuria është gjuha e vetme që ai dëgjon gjithmonë. Në fund, mallkimi është zhurmë që shuhet, dashuria është dritë që mbetet. Mos fol në emër të Zotit për të ndëshkuar, por fol për të shëruar, për të falur dhe për të sjellë paqe. Zoti nuk banon në zemrën që gjykon, por në atë që kupton. Mos mallko në emër të tij. Fali njerëzit në emër të dashurisë së tij, sepse në fund, kush fal e ka Zotin brenda vetes.